Kadër Galica, profesori, kur unë recitojsha, a thash isha rrit një fëmin luks, me 2 nona, me 2 baba, pa asë një problem, kërkojsha një sferë gjamit, një goglicë që thojmë ne, u bleshin 200 goglica, 100 vogla, 100 mdhaja, një tope kërkojsha, u bleshin një thas topa, një zog pule, kom kërku i mblen 100 zë, mush u borë zë. Po du me thonë që e kisha shumë fishin e asaj. Baba biologjik 1971 shkon në Gjermani, po shkon për 6 muaj e mbete 20 vjetë. Super baba punojkin zveçan, atë rrugat kanë qenë sa 3-4 mijë euro të sudit, plus 2 herë në vit marshin në rritje. 2 nonat e mia ishin shumë ekonomiste, atëherë kanë arnu çorapat e gjërat. Bili ka shtëpia mi vesh, nuk e kanë pas shumë derë që më na i rujt të rrobat kur dalim. Po, rrobat e mira për me dal. Do me thonë, kishëm një standard të mirë që për rrethin ku jetojshim familjar dhe aty shoqëror ku jetojsha une, na ishim super gjendje të mirë ekonomike dhe dalleshim pak për rrethit. Kështu që unë kisha një jetë aq të mirë. U plotësoj